Po çfarë more, këto kalon pa ushqim thote? Ma i... Ma i mua frisbin, ma i ta kapun frisbin, ma i lodhi mi qik. Po hide more, kur na qide t'lodhi mi qik të umërzita. Kape Quqi, kape frisbin, kape! Aula, kishe parë ti që të hidhe i frisbi me goj? Unë që kisha parë në njerë do stilin Quqi. Unë jam mishtër! Kape, kape! Tani do filloj loja e vërtet! Opa! Tani Ula hap syt, e më shqip mua, më shqip vërtet kot. Ide! E, së të edh. Ide, Quqi! Opa! Është fillimi, po do t'ja marrish dorë. Bosu mërtit fare. Gja beni miqtë mi, sot do takojmë, dhe kuriozitet të plot, bashk do mësojmë. Unë i vogël jam tani, dhe gjithë shka duat të di, të gjithë njerëzit që takoj me pyetje i çudis. Unë i vogël jam tani, dhe gjithë shka duat të di, e jam me mua, bashk i zbulojmë. Bure gati, për ekskursionin Quqi? Qëfar ekskursioni Ula? Ekskursionin që do shkojmë nesër me klasën, ore. Harova fare, sa mirë që na kujtove, pa prit. Po ne nuk do shkojmë në ekskursion, mësusja tha se do të shkojmë në plazh, te deti. E po njësoj është, do të bëjmë ekskursion tek deti. Unë për vete ka marrë kapelen edhe syzet, që të mos më zori djeli, ka marrë edhe ëmbëlsirat që mi bori nëna ime. Po çfarë ëmbëlsirash moj? Kur shkoj unë te deti nuk e kam mendjen fare për ëmbëlsirat, edhe te kapelja. Po ku e ke mendjen ti Quqi? Ti kur shkon me ekskursion, e le mendjen në shtëpi m'duket. Jo, nuk e lë mendjen në shtëpi unë, po kur shkoj tek deti, e kam mendjen që të luaj dhe të kënaqem. Dua të marrë me vete sa më shumë lodra. E pa unë nuk kam marrë asnjë lodër me vete. Do të marrë vetëm 2 krazat, që t'i vendos të krahët edhe të notoj mirë. Se kam frik nga dalgo Quqi. Prit një herë, mos më ngatëro. Se dua të kujtoj lodrat me të cilat luhet në breg të detit. Në breg të detit luhet me top. Po topin do ta marrim patjetër. Po ku të shkojmë pa topo Ula? Është ajo loja tjetër që hidhet kështu në ajër. Që është kjo loj që hidhet në ajër, more? Nuk e di unë. Po është ajo loja mëj që ka formën e pjatës. Unë ri nga një anë, ti ri përballë me dhe unë ta hedha të pjatën ty dhe ti duhet ta kapish. Po e kuptova, ajo loja quhet frisbee. E frisbee e gjete, duhet ta marr me vete. Nuk shkohet në plazh pa frisbin. Në plazh nuk luhet vetëm frisbee Quqi, është edhe ajo loja tjetër. Kush është ajo loja tjetër që luhet në plazh? Sa e bukur që është ajo, vetëm se unë nuk luaj dot me të. Është ai shkopi që hidhet në ajër, bën një rreth e qark, pastaj të kthehet tek dora. Të kthehet te dora? Në fakt mua nuk më kthehet asnjëherë te dora. Një ditë e hodha në ajër, fiu, edhe u përplas te pema. Mos e ke fjalën për atë bumerangu. Bumerangu Quqi. Edhe unë e hodha dhe nuk më kthye te dora. Pse nuk më kthehet te dora ai mua? E të ka inat bumerangu, prandaj s'të vjen te dora. E mos u tallo. Do ta marri me vete bumerangu në plazh që ta mësoj dhe ta hedh mirë. Po që ta hedhi mirë, duhet të bëjmë stërvitje. Do bëjmë nesër stërvitje te plazhi, do kënaqemi. Ose duhet të pyesim një të rritur. E gjeta që ta mësoj dhe më mirë këtë sekret, duhet të pyes Xhaxhabenin.
Gjaxhabenin, pse e nje bumerangun Gjaxhabeni quqi? Po si nuk e nje mo, a i do mi mësoj të gjitha sekretet. Ja të lidhem një herë. Ta njerë. Gjaxhabeni, ja mu quqi, mos u huto. Po hë more Nipçe, ku humbe ti? Gjaxhabeni, është ajo loja për fëmi, bumerangu që hedh nga një anë dhe të vjen nga ana tjetër. Si ta hedhun atë në mënyrë që të vi prap te dora ime. Të them të drejtën, bumerangu është një lodër e lezetshme. Shumë herë njerëzit e përfytyrojnë bumerangun si një objekt druri, që është prerë nga ndonjë pjesë e ndonjë peme. Por e vërteta është se, historikisht, bumerangët janë bërë më së shumti prej kocke dhe jo prej druri. Sigurisht që në ditët e sotme, ata bëhen me materiale të ndryshme. Shpesh janë prej materialit me të cilin bëhen avionët. Më së shumti, bumerangët sot janë prej plastike, por ka edhe nga ata që prodhohen me teknologji të lartë, si për shembull me fibra karboni, plastike përforcuar, apo edhe prej kompensate. Forma dhe madhësia e bumerangut varet nga pozicioni gjeografik, ku i gjejmë ato, dhe nga funksioni që kryejnë. Lloji më i njohur është ai i bumerangut australian, edhe pse sot ka shumë modele të tjera, edhe më praktike, si për shembull, bumerangu me 4 krah, bumerangu rrotullues, bumerangu goditës dhe shumë lloje të tjera, që janë modele më të rralla. Po çfarë është bumerangu, Gjaxhabeni? Atëherë, çfarë është bumerangu? Bumerangu është një krah rrotullues. Zakonisht ai ka formë të sheshtë. Nëse hidhet si duhet, ai kthehet në vendin e nisjes. Tani, gjëja më e rëndësishme fëmijë është të mbani mend që bumerangët janë të ndarë në 2 lloje. Është bumerangu që e hedh dhe pas një rrotullimi kthehet prap në dorën e atij që e hedh, dhe bumerangu që lëshohet në një linjë të drejtë dhe nuk kthehet më mbrapa. Bumerangu që kryen një rrotullim dhe kthehet prap atje ku u nis, ka 2 ose më shumë krah. Krahët janë të ndërtuar në mënyrë të atill që gjatë fluturimit krijojnë mes tyre forca aerodinamike të pabalancuara. Kjo e bën bumerangun të fluturojë në formë rrethore dhe të kthehet aty ku u nis. Vetëm se duhet të keni kujdes që kthimi i bumerangut të kryhet plotësisht, ai duhet të hidhet gati vertikalisht. Edhe bumerangu që lëshohet me shpejtësi në një linjë të drejtë, nga pamja e jashtme është një lloj, vetëm se është projektuar me sipërfaqe simetrike dhe jo të pabalancuara si në rastin e parë. O Gjaxhabeni, unë nuk e njoh këtë llojin tjetër që na tregove ti. Unë njoh vetëm atë bumerangun që vjen rreth e përqark në ajër dhe të vjen në dorë. Ai më pëlqen shumë. Edhe mua ai më pëlqen quqi. Pa nuk më kthehet asnjëherë në dorë. E po nuk e hedhin mirë ne, prandaj nuk na vjen ai. Fëmi, keni shumë të drejtë. Unë ju a thash edhe vetë se lloji më i njohur i bumerangëve është ai që bën një rreth në ajër dhe kthehet aty ku u nis. Që ta dini ju, ai bumerangu që hidhet me shpejtësi në linjë të drejtë përdoret si armë gjahu në distanca të gjata, në gjuetin e kangurëve dhe të kafshëve më të vogla. Kur hidhen me forcë horizontalisht, këto bumerang janë aq të fortë sa që mund të hedhin poshtë një kangur të madh, apo të plagosin atë në këmbë. Edhe bumerangu tjetër që kthehet aty ku u nis, në formë rrethore, përdoret në gjuetin e zogjve. Ai hidhet në lartësinë e barit për të trembur zogjt dhe për t'i bërë ata të dalin nga folet. Ashtu në fluturim, gjahatarët i gjuajnë më lehtë.
O që gjapeni, kujt i vajti mendja dhe e shpiku bumerangun? Se gjeje se kujt i vajti mendja. Historianët kanë prova që tregojnë se bumerangët përdoreshin në Egjiptin e vjetër, në Amerikë, në Kaliforni dhe në Arizona. Por ato janë përdorur që herët edhe në Indi si armë gjuetie. Nuk do të haroj edhe indigjenët e Australisë, të cilët i kanë përdorur ato si armë gjatë luftrave të vjetra, që kanë patur mes fiseve. Gjabeni, po unë i kam parë bumerangët ti përdorin si lojra dhe si instrumente muzikor. Kjo është më bukur se të përdorin për luftime dhe gjueti. Po, njerëzit kanë ndryshuar, Çuçi. Me kalimin e kohës, në vend që t'i përdornin sendet për t'u grindur me njëri tjetrin, ata kanë ndëruar mendje dhe i kanë përdorur për t'u argëtuar me njëri tjetrin. Bumerangët që mund të shikoni sot janë shumë të larmishëm, me forma e madhësi të ndryshme. Për kuriozitet fëmijë, po ju tregoj se bumerangu më i madh është 1,80 cm për shembull, ndërsa bumerangu me madhësinë më të vogël është më pak se 10 cm. Ata janë shumë të bukur dhe të zbukuruar me piktura shumë gjyshe, por ka edhe me gëdhëndje. Pjesa më e madhe e bumerangëve sot janë si relike që i blejnë turistët për kujtim nga vendet që kanë vizituar. Këta më së shumti janë bumerang të modelit që rrotullohen në ajër. A e dini se bumerangu australian është 10.000 i vjeçar, ndërsa në Evropë janë gjetur shkopinj gjuetës edhe më të vjetër, të cilët përdoreshin për gjueti. Këto objekte janë futur në arsenalin e armëve të epokës së gurit. Një bumerang tjetër i gjetur në Poloni është bërë me dhëmbë mamuthi dhe është rreth 30.000 vjeçar. A e dini se faraoni i famshëm i Egjiptit, mbreti Tutankhamon, që vdiq rreth 3300 vjet më parë, kishte një koleksion me bumerang të dy llojeve? Askush nuk e di me siguri se si u shpik bumerangu që fluturon në formë rrethore. Ajo që dihet është se bumerangu që hidhet në linjë të drejtë është shumë i vështirë për t'u ndërtuar e për t'u dhënë forma e duhur. Gjabeni, sportistët bëjnë lojra sportive me bumerang. E kam parë mirun apo a thot mendja? Jo, nuk e ke keq kuptuar, Nipçe. Sot bumerangu përdoret më shumë si një mjet sportiv. Ka shumë gara sportive që zhvillohen me bumerang. Gara e hedhjes për së larti, për shembull. Bumerangu i kësaj ndeshje peshon 25 gram dhe ka një krah më të gjatë se tjetrin, dhe kjo e bën që të arriti shpejtësinë në maksimum. Një garë tjetër është bumerangu me kompensate thupre finlandeze. Gara me bumerangun me dru të fortë. Në këto gara ka bumerang me përzgjedhje materialesh dhe me ngjyra dhe forma të larmishme. Këta bumerang peshojnë më pak se 100 gram. Përveç kësaj, bumerangët janë sugjeruar edhe si një alternativë në sportet e qitjes. Ai imiton fluturimin e zogut dhe është një shenjë edhe më e vështirë se ai. Kjo më pëlqen, Çuçi. Në vend që qiç si të vrasin zojt, i gjuajnë me pushk bumerangut. Më mirë kështu. Gjabeni, po këta bumerangët modern, a ka ndonjë ndryshim nga bumerangët që janë krijuar në kohët e vjetra? Po patjetër që ka ndryshim. Bumerangu modern sot ndërtohet me mënyra precize. Që ta dini ju fëmijë, bumerangët me 3 apo 4 krah prodhojnë më shumë ngritje në ajër gjatë fluturimit të tyre sesa bumerangët me 2 krah. Në vitin 1992, astronauti gjerman Ulf Merbold bëri një eksperiment dhe vërtetoi se bumerangët funksionojnë edhe në hapësirë, në mungesë të gravitetit njësoj si në tokë. Astronauti tjetër francez Jean-François Claverie e përsëriti prap këtë eksperiment
në vitin 1997. Me sa duket, bumerangu duhet të jetë një objekt i adhuruar nga astronautët, sepse ndodhi që edhe japonezi Takao Doi e provoi të njëjtin eksperiment në një nga udhëtimet e kryera në hapësirë. Qoqi, ta pyesim njerë Xhaxhabenin edhe për frisbin? Për atë pjatën që fluturon? O, sa mirë ma kujtove. O Xhaxhabeni, po lojen me frisbi me të cilën luajmë në plazh. Kush e shpiku? O, frisbi! E po kjo është një histori shumë e bukur për t'ua treguar fëmijë, sepse ka edhe mister brenda. Atëherë, ishte koha kur në qiell kishin nisur të shfaqeshin objekte të pa identifikuara, që sot ne i quajmë UFO. Fantazia e njerëzve ishte ndezur shumë nga këto ngjarje. Fred Morrisoni, që sapo ishte kthyer nga lufta ku drejtonte një avion P-47, nisi të dizenjonte disje të vegjël fluturues. Një ditë të bukur, bashkë me ortakun e tij Warren Francioni, prodhuan diskun e parë plastik që e quajtën pjatë fluturuese. E morën dhe dolën në një vend me njerëz për ta demonstruar. Pasi ua kishin shfaqur njerëzve, rastësisht dëgjojnë një njeri të panjohur që i thoshte një grupi njerëzish. Këta dy shpikësit përdorin tela, prandaj disku fluturon ashtu. Kjo ngjarje i dha një ide fantastike Fred Morrisonit dhe mikut të tij. Ata i nxorën këto disje në shitje dhe u thoshin njerëzve: disku fluturues është pa para, ndërsa telat që ka brenda kushtojnë $1 dhe njerëzit i besuan. Morrisoni në vitin 1954 krijoi kompaninë e tij dhe me kalimin e viteve disku fluturues u përmirësua shumë. Tani ai bëhej me materiale plastike elastike që vinin nga Kalifornia e Jugut. Më pas, Morrisoni e kuptoi se mund t'i prodhonte disjet vetë me një çmim akoma më të lirë. Ai dizenjoi një disket të re që quhej Pluto Plater, që është modeli ku janë mbështetur të gjithë disjet fluturues modern që njohim ne sot. Sido që të vej puna, burri që qëndron pas suksesit të frisbit është Edward Hedrick nga Pasadena, Kaliforni, që ndryshe e quanin Edi i Hekur. Në vitin 1924, ai u bë menaxher i përgjithshëm i kompanisë prodhuese të frisbit dhe ridizenjoi menjëherë Pluto Platerin. Ai ripunoi trashësinë e buzëve anësore dhe pjesën e sheshtë të pjatës. Kështu krijoi një disk fluturues më të kontrollueshëm. Shitjet u ngritën në qiell dhe për këtë lloj të ri që tani po reklamohej edhe si një sport i kohës. Në vitin 1964 doli në shitje modeli i parë i një disku fluturues profesional, që e ktheu frisbin në një sport të ri. Hedrick, që u njoh si baba i sporteve me disk, më pas themeloi shoqatën ndërkombëtare frisbee. Ai themeloi standardet për disa sporte që përdornin frisbin të tilla si hedhje në distancë, stil i lirë e të tjerë. Pas vdekjes së tij, trupi i Hedrick u doq dhe siç e kishte kërkuar vetë, hiri i tij u përpunua dhe me të u modeluan disa frisbi përkujtimore. Këto frisbi me hirin e tij ju dhuruan njerëzve të familjes dhe miqve të tij më të ngushtë. Ja, sot u kënaqa me të vërtet. Këto kuriozitetet ishin të mrekullueshme. Të faleminderit Xhaxhabeni. Faleminderit! Unë që tani do bëj gati çantën për ekskursion. Mos haro lojra, Çuçi! Jo, nuk do t'i harroj. Do t'i marr patjetër. Me vete, me vete! Erdhi koha të takohemi përsëri në kuicin tonë të shkëlqyer. Sot kam studiuar gjithë ditën i mbyllur brenda në anijen time kozmike në mënyrë që të gjeja disa pyetje të lehta që konkurrentët tanë të mos i gjejnë dot. Sa
mbushur me quka të kuqe Më mirë me quka se sa si puna jote Blui. dhe konkurrenti tjetër Quqi. Quqi kokomadhi. Po ju fëmijë mos u ngatroni. Ai nuk e ka kokën të madhe, nga që është i mençur, por sepse ashtu i ka qelluar. Të vjeni nat Blui, nga që unë i kam flokët të bukura. Si mendoni, atë të gjenë do të ata ndonjë nga pyetjet e kuicit tonë të famshëm? Nuk e besoj. Tani Ula, është rralla të në tregosh se cilat lëndë të pëlqejnë më shumë dhe cilat janë ato lëndë që nuk e pëlqen as pak. Lëndët që më pëlqejnë mua më shumë janë fiskultura dhe muzika. Lëndët që nuk më pëlqejnë fare janë kur mësuesja në vend të muzikës na bën matematik. Oho, matematika. Atëherë Quqi, na thuaj edhe ti, cilat janë lëndët që të pëlqejnë më shumë dhe ato të cilat nuk ndihesh mirë. Kurse për mua lënda më e bukur është biologjia. Sepse na lejon që t'i çajmë barkun ndonjë bret kotse fatkeqe dhe të ngadalt. I Quqi, na e shpife fare. Ndërsa lënda që nuk më pëlqen është kur i bie fyllit në orën e muzikës. Është e sigurt që të gjithë nxënësit, por edhe mësuesja do të dalin nga klasa me duart në kokë. Mirë Quqi, mirë, i ke edhe ti nga dy talente. Atëherë pyetjen e parë do t'ja drejtoj Ulës. Pyetja është shumë e lehtë. Si e përshëndesim një alien me 2 koka dhe si e përshëndesim një alien me 3 koka? Kjo është një pyetje me alien, nuk quhet. Unë e di. Alieni me 2 kokë i themi mirëdita. Mirëdita, ndërsa alienit me 3 koka i themi mirëdita, mirëdita, mirëdita. 3 Quqi, tani e kuptova. Jej pa parë Quqi, jej pa parë. Përgjigje e saktë. Mirë atëherë, tani është rralla e pyetjes së Ulës. Të shpresojmë që nuk do ta gjej. Ula, përse më duket mua sikur jam alien? Sepse ti Blui je alien, prandaj. Atëherë vërtetoje. Ti je një alien Blui, edhe dje preve një bilet që të shkosh me pushime në Saturn. Edhe këtë pas keni marrë vesh? Të lumë të Ula, të lumë. Thuaja Blue, thuaja. Papa. Po tani, si do t'ja bëni kur të fillojnë pyetjet e vërteta? Po Quqi, erdhën pyetjet e vërteta. Pyetjet e vërteta nga personazhet e vërtet. Cila mund të jetë pyetja e parë? Do ta zbulojmë tani. Ula e Quqi, keni mendjen? Unë jam Deni, pyetja ime është kjo. Bumerangët janë një objekt i vjetër dhe janë vënë në radhën e armëve të përdorur në epokën e hekurit, epokën e gurit apo në epokën e bronzit. E gjeta, bumerangu është renditur në armët që përdornin njerëzit në epokën e gurit. Përgjigja është saktë. Njerëzit e kanë përdorur bumerangun që në epokën e gurit. Atëherë rezultati tani për tani është 1-0. Faleminderit, faleminderit. Mos u gëzoni para kohë. Tani vjen një pyetje e vështirë nga një njeri i vogël. Unë jam Ajdi dhe pyetja ime është kjo. Cili nga këta njerëz të famshëm ka pasur një koleksion të larmishëm bumerangësh, mbreti i Anglisë, Ronaldinho apo faraoni i parë egjiptian Tutankhamen? Nuk e kuptoj përse njerëzit e famshëm i kanë kaq qef koleksionet. Mos e keni fjalën për koleksionin e mbledhur që para 3000 vjetësh nga faraoni Tutankhamon? Dhe përgjigja e Ulës është shumë e saktë. Shumë e saktë. E gjeta! Ula. Me një fjalë, rezultati është Ula 1 pikë dhe Quqi 1 pikë. Ky është kuic koti. Ta tregoj unë ty kuicin koti. Blui u mërzit se ne ja gjetëm gjitha pyetjet. Pa ta shohim ti që na mbash si shumë i mençur. Ti do të bëj një pyetje. Edhe do ta shohim. A do t'i kthesh dot përgjigje? Jo, nuk do t'i përgjigjem. Blui, përse aeroplani fluturon më shpejt se dallandyshja? Sa pyetje e vështirë.
sepse dallëndyshja nuk nxjerr dot zjarr nga bishti. Lui, ti pa bërë gjithë një edhe më i rrezikshëm për planetin tonë. E po kjo dihet. Dhe tani, nëse nuk keni pyetje të tjera, kuicin do ta quajmë të mbyllur. Kuici për sot u mbyll. Rezultatet ishin të çuditshme dhe konkurrentët shumë të fortë. Por çdo të ndodhë takimin tjetër, atëherë miru takofshim dhe natën e mirë miqtë e mi dhe veqen. Natën e mirë. Qumë të ëmbël kalamaja! Natën e mirë. Natën e mirë!